Të nderuar qytetarë, çdo ditë lajme gjithmonë më negative vijnë për Shqipërinë për sa i takon demokracisë dhe lirisë së shqiptarëve. Sapo është bërë publik raporti se Shqipëria ka psuar sërish rënje në renditjen ndërkombëtare për lirinë e medias. Rënja është e pandalshme nga viti në vit dhe sërish ka një rënje me 3 vende, sipas reporterëve pa kufi. Ky në fakt është një tregues i qartë se vendi mjerisht po largohet gjithmonë më shumë nga standardet normale demokratike europiane dhe po zhytet në një autokraci mafioze elektorale. Në një dekadë kjo rënje është dramatike dhe përbën një këmban alarmi se demokracia është në udhkryqin më të rrezikshëm të 35 viteve pluralizëm. Në kontrast të fortë me këtë, përkundrazi, Kosova ka shënuar një rritje në këtë raport, duke përmirësuar pozicionin e saj dhe duke dëshmuar përparim në drejtim të lirisë së saj dhe standardeve demokratike. Ky krahasim e bën edhe më të dukshëm prapakthimin e Shqipërisë. Pas raportit të Transparency International, ku Shqipëria shënoi një përkeqësim të ndjeshëm duke rënë me 11 vende në luftën ndaj korrupsionit, ishte e pritshme që edhe raporti i reporterëve pa kufi të konfirmonte përkeqësimin e lirisë së mediave. Raporti evidenton se gazetarët në Shqipëri përballen çdo ditë me pengesa dhe vështirësi ekstremalisht serioze për të marrë informacion. Institucionet publike vazhdojnë të funksionojnë si bunker në mungesë totale transparence, duke penguar të drejtën e ligjshme të qytetarëve për t'u informuar. Po ashtu, raporti nënvizon presionin në rritje ndaj gazetarëve. Gazetarët, sidomos ata kritik, përballen me presion politik, tentativa për diskreditim, deri dhe me ndëshkime të çdo lloji ndaj tyre. Kjo krijon një klim frike dhe pasigurie që dëmton drejt për së drejti thellësinë dhe vërtetësinë e informimit publik. Shqipëria është ndër vendet me presionin më të lartë ekonomik ndaj medias, ku reklamat dhe fondet publike përdoren si mekanizëm kontrolli dhe ndikimi dhe jo si mjete të informimit të pavarur. Është tepër kritike të evidentohet se në këtë raport theksohet se për shkak të disa vendimeve gjyqësore, mediave u është kufizuar raportimi për çështje të ndjeshme me interes publik. Ndaj dhe njëherë theksojmë me shumë forcë se është detyrim i pakapërcyeshëm transparenca maksimale në procesin e gjykimit nda ish kryeministrit, ish presidentit dhe ish kryetarit të kuvendit, zotit Ilir Meta, si një çështje me interes të lartë publik. Transparenca është detyrim ndaj qytetarëve. Parimi që seancat gjyqësore janë të hapura për publikun duhet të zbatohet plotësisht në këtë proces. Duhet të garantohet transmetimi i drejt për drejt, live i të gjithë procesit të gjykimit deri në përfundim. Në funksion të transparencës, çdo media dhe gazetar duhet ketë mundësinë ta ndjekë dhe ta transmetojë këtë proces pa asnjë kufizim. Transparenca dhe llogaridhënia përpara qytetarëve shqiptar janë detyrim për çdo institucion dhe për çdo funksionar publik. Sot nuk ka prioritet më të rëndësishëm për Shqipërinë se sa lufta kundër korrupsionit dhe garantimi i transparencës në qeverisje. Shqipëria që sot negocion grup kapitullin e themeloreve, i cili përfshin shtetin e së drejtës, demokracinë, luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, të drejtat themelore të njeriut dhe lirinë e mediave, veçanërisht lirinë e shprehjes, i ka këto detyrime për t'i përmbushur jo thjesht për procesin e integrimit, por mbi të gjitha për qytetarët e saj. Pa garantuar një nga lirit themelore,
pra lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias, nuk mund të ketë integrim në vlerat europiane ku ne aspirojmë. Të gjithë e dim se narkoqeverisjen e tmerron transparenca, ndaj dhe ne